Karriera politike e ardhshme e Volodymyr Zelenski është seriozisht e rrezikuar. Presidenti po përpiqet të mbajë nën kontroll pasojat e skandalit të korrupsionit, rishfeteve dhe shpërdorimit të detyrës, që ka përfshirë krerët e agjencive shtetërore për energjinë, si edhe ministra e funksionar të lartë, në një moment jashtëzakonisht delikat për Ukrainën. Trajektoria e tij duket e shënuar. Nga president, një hero I guximit dhe rezistencës kundër pushtimit rus në shkurt të 2022, në një administrator të dobët të punëve shtetërore, të paaft për të menaxhuar një vend në luftën e planit afatgjat. Problemi I tij kryesor ishte dhe mbetet se nuk ka përvojë politike. Kur u zgjodh në vitin 2019, ende pa mbushur 40 vjeç, ai nuk kishte një parti që e mbështeste. Deri në disa muaj më parë, ai kishte qenë aktor dhe kështu I vendosi miq dhe bashkëpunëtorët e tij më besnik në pozicionet më të rëndësishme. Për të besnikëria dhe lidhjet personale ishin më të rëndësishme se profesionalizmi, shpjegon pothuajse unison gazetarët komentatorët në Kiev. Rasti më I dukshëm është ai I Timir Mindnich, sipërmarrësit 46 vjeçar, që ishte ortaki I Zelenskit në kompaninë e prodhimit dhe që e lancoi atë si aktor të famshëm mes Moskës dhe Kievit. Zelenski nuk pati forcën të çlirohej nga personazhe si Mindnich, të cilët tani po tërhiqen zvarr, thot politologu Taras Semajnuk. Nëse votimi do të mbajë sot, ai nuk do të rizgjidhej kurrë. E vetmja mënyrë se ai do të fitojë simpati është të inkurajojë hetimet dhe të zëvendësojë menjëherë zyrtarët e korruptuar, si dhe të premtojë se nuk do të kandidojë më kurrë, tha Katja Nestarenko, prezantuese e kanalit televiziv 1+1. Semeniuk gjithashtu pretendon se qeveria britanike po punon për të zëvendësuar Zelenskin, sa më shpejt të jetë mundur, dhe ish shefin e shtabit, Valery Zaluzhyn, jashtëzakonisht të popularizuar, të cilin vetë presidenti donte ta shkarkonte në shkurt 2024, duke shkaktuar një valë kritikash që ende nuk janë qetësuar. Një vlerësim I ashpër dhe thellësisht shqetësues vjen nga historiani Jaroslav Hrytsak. Nuk kemi qenë kurrë kaq afër rrezikut të kolapsit kombëtar. Vendi mund të shpërthejë për 3 arsye kryesore: avancimi I rusëve në frontet e luftës, I lehtësuar nga presidenca Trump, e cila ka zvogëluar ndihmën ushtarake dhe mbështetjen politike, kriza ekonomike e përkeqësuar nga bombardimi I rrjetit energjetik dhe kriza morale dhe politike e shkaktuar nga skandali I rishfetit. Problemi mbetet se nuk mund të mbajmë zgjedhje nën bombat ruse. Do të duhet të presim derisa lufta të mbarojë. Por Zelenski nuk po na ndihmon as pak ta fitojmë atë, deklaroi ai. Sipas tij ka 3 figura kombëtare që mund të zëvendësojnë atë. Zaluzhny, tashmë I emëruar kreu I inteligjencës ushtarake, Koroly Budanov, dhe Andrei Bilecki, një politikan nacionalist I krahut të djathtë I lidhur me qarqet e batalionit Azov, dhe që sot lufton në front me gradën e generale brigade. Shtabi I përgjithshëm pohon se pavarësisht pranisë ose mungesës së Zelenskit, fronti mbetet I fortë dhe nëse Provosk bie, lufta do të vazhdojë për Konstantinivkën, pastaj Kramatorskun dhe Slovjanskun. Do të jemi të kujdesshëm ndaj propagandës ruse. Ajo do ta shfrytëzojë këtë për të përhapur sloganin e vjetër disfatist, se rezistenca kundër Putinit largohet nga të pasurit në dëm të varfërve. Tani do të jetë më e lehtë për ta dëgjuar.